من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أما بعد فنندرم الله تبارك وتعالى إدرجم صلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun tebaraka wa taala që dhe ky takim i radhës ketë prej veprave tona të mira, të cilat vepra të mira do të na bëjnë dobi e do të na bëjnë faqebardh e të shpëtuar me rahmetin dhe mirësitë e Allahut fuqiplot nesër në takimin me Allahun në ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk do të na bën dobi as pasuria, e as familja, e as shokët, e miqtë, e dashamirët, e as fama, e as postet në këtë dunja, illa men atallaha bi qalbin selim, atë ditë shpëtojnë para Allahut ata që dalin me zemër të shëndosh, me zemër të bardhë, me zemër e cila është e dorëzuar plotësisht para Allahut te barak wa taala, me zemër e cila është e mbushur për plot dashuri, madhrim, respekt, përkushtim, devotshmëri ndaj Allahut fuqi i plot. Të dashurit e mi, në shoqëri me librin shumë të pasur të hoxhës edhe djetarit imam Neveviut, Allahu e mëshiroft atë dhe hoxhallarët dhe mësuesit e tij dhe hoxhallarët dhe mësuesit ton, Riyadus Salihin. Ky libër ani pse afërsisht që 800 vite autori e ka shkruar këtë libër, ky libër sot 800 vite masi ky burr i madh, ky hoxh i madh ka shkuar tek Allahu te baraka wa taala, ky libër i tij është i përkthyer pothuajse në të gjitha gjuhët e botës. Ndoshta shumë pak xhami ka në botë në të 4 anët e globit e që nuk është ky libri i Imam Neveviut prezent në xhamit me gjuhët e popujve mbar. Kjo tregon se ky njeri ka qenë shumë i sinqert në jetën e tij me Allahun xhalla wala. Ky njeri e ka dashur shumë fjalën e Allahut, e ka dashur shumë pejgamberin alayhis salam dhe rrugën e tij, prandaj Allahu dhul xhelal e ka bë edhe emrin e tina, edhe punën e tina, edhe veprat e tina të respektueshme e të pranueshme ndër breza e gjenerata spaku derisa për 800 vite. Ju kam thonë takimin e parë para shumë javëve, në vitet e 90-ta, Hoxha Bekir Halimi, Allahu shpërbleft, është bërë sebeb me botu në gjuhën tonë këtë libër. Ma heret ka qenë vetëm në gjuhën boshnjake i përkthim ky libër. Dhe prej viteve të 90-ta e pas luftës janë shpërnda, jam i sigurt, ma shumë se 1 milion kopje të këtij libri që autori i ka përmbledh pothuajse afërsisht 2000 hadithe të pejgamberit alayhis salatu wassalam në kapituj e fusha e dimenzionet ndryshme të jetës muslimonit që i nevojitet muslimonit në gjitha sferat e tij për me qenë sa më afër Allahut te baraka wa taala. Edhe një vëllazër, është shumë më rëndësi sa herë i lexojmë fjalët e pejgamberit alayhis salam, sa herë lexojmë libra për jetën e pejgamberit alayhis salam, sa herë dëgjoni ligjërata për hoxhallarëve, fragmente e ngjarje, historie nga jeta e dashur e pejgamberit alayhis salam. Gjitha këto e kanë një qëllim, që ne nëpërmjet haditheve që i lexojmë e i dëgjojmë, nëpërmjet rrëfimeve që i dëgjojmë e i lexojmë, nëpërmjet historisë, biografisë, ngjarjeve dhe ndodhimeve në kohën e pejgamberit, kemi për qëllim që nëpërmjet këtyre mësimeve të pejgamberit ne të provojmë të jemi më afër te Allahu dhul xhelal. Nëpërmjet mësimeve të pejgamberit sa ata Allahu e dërgoi,
ai me qenë modeli jon. Sikur thot Allahu në surën Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju keni shembullin, modeli juj, yrneki juj, ç'është duhet me jetu, ç'është duhet me fitu, ç'është duhet me punu, ç'është duhet me harxhu parat, ç'është duhet me lut Allahun, ç'është duhet me bëj ibadet Allahut, ç'është duhet me shpresu ahiretin, ç'është duhet me shpëtu zjarit, ç'është duhet me fitu xhennetin me mirësitë e Allahut, ç'është duhet me qenë faqebar në dunja e në ahiret, është rruga e pejgamberit e sa. Nuk ka rrugë tjetër. Çdo rrugë tjetër në fund do të na lën, sikur Allahu na përshkruan në Kur'an në surën Furqan, nesër në ditën e Kiametit, Allahu flet për disa njerëz, thot kur dalin para Allahut, i kafshojnë gishtat e tyre. Yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani lam attakhidh, i fillojnë i kafshojnë gishtat, sikur fëmia kur bën faj, edhe kur del para babës edhe nanës, edhe nxënësi kur del para mësuesit, i kafshon gishtat edhe durët e tij nga faji, edhe nga dënimi që ai pret çka ka më e marr. Këta dalin para Allahut edhe thojnë, mirë për ne, qysh u habitëm e hargjum ymrin të shku mbas filonit e fistekit, qysh e hargjum ymrin të përdor syza ideologjike për mos mi pas endet realisht, po krejt mjegull. Kuptojnë këtë edhe njëre. Syzat janë shumë të rëndësishme, sidomos ata që e kalojnë moshën 40 vjeçare, është normale njeriu mos me pa qartë. Dhe syzat sot në kohën tonë moderne janë vegla, mjete shumë më rëndësi që neve na hinë në punë. Por me bon njeriu me dijen apo pa dijen e tij, me vendos syza ideologjike e me shpenzu nga pasuria e tij për syza ideologjike, por mos me pa të bardhën të bardh, por mos me pa të vërtetën të vërtet, mos me pa halalin halal, mos me pa haramin haram, mos me ditë rrugën e xhennetit, mos me ditë rrugën e xhehenemit, kjo problem është. E sot në kohën tonë, syzat më të kojshme që njerëzit i preferojnë edhe ma preferencë se syzat, s'po di çfarë tash mi përmend se si di fort shumë, që janë marka, janë çto syzat ideologjike që shumë njerëz pa dijen e tyre i vendosin edhe shiqojnë edhe flasin nëpërmjet këtyre syzave, waliadhu billah. Ne kemi vetëm një dioptria e vetme e syzave që na mundson shpëtimin këtë botë dhe në botë, o dioptria e Kuranit. Vetëm, s'ka tjetër. Nuk ka tjetër, vetëm dioptria e Kuranit. Kush syzat e tij i ka me dioptrinë e Kuranit, edhe Kurani ja ka përcaktu dioptrinë e tij, ai është i shpëtuar në dunja dhe në ahiret. Çdo kush që përdor syze tjera, e keni parasysh mënyrë figurative po them, ai e ka humbë edhe dunjan edhe ahiretin. Jena në kapitullin ku autori i ka përmbledh 8 hadithe të cilat na nxitin, na japin kurajo për me shpejtu dhe me nxitu për punë të mira. Javën që kaloj i kemi përmend 4 hadithet e para, sonte do t'i lexojmë në këtë kapitullin e 10 4 hadithet e fundit në këtë kapitull. Hadithi i parë është i Enesit radhiyallahu anhu, thot Enesi, pejgamberi alayhis salatu wassalam në ditën e Uhudit e mori një shpatë në dorën e tij dhe dul para shokëve të tij, para ushtarëve të tij, para mujahidave të tij dhe tha: "Men ya'khudh minni hadha", kush e merr prej meje këtë shpatë? Krejt e shprehen vullnetin edhe dëshirën edhe entuziazmin me marrë shpatën. Këtan, unë ja Rasulullah. Pejgamberi alayhis salam kur e pa këtë vullnet e këtë gatishmëri edhe këtë entuziazm gjithë me marrë atë shpatë në ditën e Uhudit nga dora e bekuar e pejgamberit alayhis salam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e boni ofertën edhe një herë, po pa më ndryshe. Tash herën e dytë e boni ofertën më ndryshe. Tha: "Faman ya'khudhu bihaqqihi", tha kush i Zoti më marr shpatën prej dorës time, edhe më jep hakin shpatës deri në fund.
me luftu deri sa ta thënë shpatën e mposht armikun, ose deri sa ja dorëzon shpirtin Allahut, nëse Allah ja ka bo kader deken. Atëherë nuk u qunë shumë dur mo. Herën e parë krejt, unë e du shpatën. Herën e dytë pushun durt, pushoj entuziazmi. Dul një shok i pejgamberit alayhissalam i madh, mos i harroni emrin, e ka pas emrin Ebu Dujane. Mos i harroni emrin. S'bën më harru emrin, se ky u kon i veçantë në trimnin e tij, në guximin e tij. Sigur që është i veçantë në emrin e tij, radhiyallahu anhu Ebu Dujane. I tha pejgamberit alayhissalam, unë e marr ja Rasulullah dhe do të mundona m'ja jap hakin. E morë dhe Bismillahirrahmanirrahim drejt në fushën e betejës në luftën e Uhudit. Ky është hadithi, dhe këtu përfundon hadithi të cilën transmeton Imam Muslimi. Të dashurët e mi, fillimisht para se më ndal pak me analizu shkurtimisht këtë hadith, ngjarja ka ndodhur në ditën e Uhudit. Ju e dini, dita e Uhudit, edhe beteja e Uhudit është ajo betejë kur mushrikët e Mekës, idhujtarët e Mekës, prej Mekës kanë ardhur në Medinë me marr hak në musliman, për shkak se kanë humbur betejën e Bedrit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e dini, sikur e ka përgatit strategjinë e tij për atë ditë në luftë, dhe ka dashur mos me ilon me hi ata krejtën mrenda në Medinë. Ta shumë për juve keni qenë në Medinë, tash bjeshka Uhudit gjithsesi është pjesë e Medinës, edhe atëherë ka qenë, por ta kujtohet i para 1460 viteve, afërsisht Medina u kon shumë e vogël. Medini u kon pothuajse për rreth xhamisë pejgamberit që është sot, po xhamia u kon shumë e vogël. Edhe Uhudi kogja larg u kon. E pejgamberi alayhis salam e ka nxon pozicionin të Uhudi, sikur me thonë ja u ka nxon prit hyrjen prej Mekës Medina, edhe një kodrin aty. Bjeshka Uhudit vëzër 8 kilometra gjatë. Bjeshka Uhudit është 8 kilometra. E dini, Uhudi është një bjeshk prej bjeshkëve të xhennetit. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, Uhudi na don neve edhe ne e dojmë Uhudin. Pe imanit edhe pe gjërave që duhet t'i dashurojmë me sunet pejgamberit e është me e dasht Uhudin. Se ka thonë pejgamberi e samë, Uhudi na don neve edhe ne e dojmë Uhudin, o bjeshkë e bjeshkëve të xhennetit. Aty afër Uhudit ka qenë një kodrin ku pejgamberi ka përcaktu afërsisht 50 shigjetar, ju ka thonë, humbem, fitum, ju nuk gëzën e me lëshu këtë pozicion, që ka qenë gjithmonë me armikun, pozicioni i sipërm është më favorizus se pozicioni që o poshtë. Kur jetim si për armikut, ki avantazh. Kur kanë fillu beteja, muslimanët kanë fitu betejen. Dhe kanë fillu mushrikët e Mekës me ik. Këta i ka kap gëzimi, euforia e fitores luftës, dhe e kanë fillu me ilshu pozicionet pej kodrinës. Vetëm 2 apo 3 sahabe kanë thonë, na ka thonë pejgamberi, deri sa nuk vjen urdhri tjetër, ne humbem, fitum, zguxojmë me ilshu. Mbrapa bjeshkës së kon Khalid ibn Walidi, i cili së kon hala musliman, ka ardhur afërsisht me 200 ushtar, edhe e kanë humbur musliman beten, o plagos Rasulullahi alayhis salam në faqen e tij të bekume, ja kanë thënë një dhëmball, edhe 70 sahabe kanë met shahida në krye shahidun Hamzën radhiyallahu anhu, i cili jo vetëm ka vdek edhe ka mbet i vram, por e ka masakru dhe i ka këcy mbi gjoksin e tij, hindi nga urrejtja, ja ka qel gjoksin me thik, edhe ka marrë mja hongër nga urrejtja dhe mlefi i madh zemrën për zgjalli, se ja ka mbyt babën edhe vllahun. E ka gjet njeri prej Abisinis, i ka thonë, sa kilogram je i rond, ko me t'jep dukat. Puna jote o vetëm kur t'fillon beteja, që to mujq më mbyt. Vahshiu. Për një urdhë të pejgamberit alayhis salam, Allahu dhul Xhelal ka dashur më jap mësim krejt muslimanëve, e kanë shkel një urdhë të pejgamberit, e kanë humb luftën. Kjo është shkurtimisht
betejë e madhe e Uhudit. Prandaj pejgamberi ka bërë këtë ofertë. Ka thonë, kush e merr këtë shpatë prej meje? Ofertën e parë krejt unë. Herën e dytë ka thonë, kush e merr më jap hakun. E më jap hakun kësaj shpate? Është çdo kundërshtar që del përpara, nëse Allahu ta mundson me impost, derisa të thjet shpata, o derisa e dorëzon shpirtin Allahut, o derisa e mposht armikun. Dhe kështu ka vepruar Abu Dujana radhiyallahu anhu. Kjo tregon vëllazër në lidhje me kapitullin ton, shiqoni Abu Dujana sa ka qenë i gatshëm, i përgatitur, shumë serioz, i vendosur për një punë të mirë. Tash ta bëj vetëm një krahasim në kuptimin kur një njeri me peshë dhe autoritet ta bën një dhuratë. A ke pa dikush nëse ta ka bën një dhuratë, thosh kur vjen dikush me të vizitu, çka e paske çet orë të bukur, çka e paske kët libër, çka e paske, këto ma ka bën dhuratë një njeri i madh. Para mendoj me ta bën dhuratën pejgamberi alayhis salatu wassalam. Çfarë ndjenjë është ajo? Çfarë kënaqësi është me ta bën dhuratë pejgamberi sa shpaten, sikur kështu, domethënë Allahu dhul Jalal e ka nderu Abu Dujanën radhiyallahu anhu, sa ka qenë me të vërtetë i veçantë. Hadithi tjetër është hadithi i Zubair ibn Adi, thotë kena ardhur Enesi radhiyallahu anhu, edhe jena anku për shkak të zullumit të madh që po na bën i pari muslimanëve Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaji ka thonë Hajjaj zullumçari. Edhe Enesi, domethënë tash odek pejgamberi sa nuk u kon Abu Bekri gjallë, nuk u kon, domethënë Hajjaji, as nuk u kon Umeri, as Uthmani, as Alija. Hajjaji ka bërë shumë zullum. A dini vëllezër çka ka bërë këni punë shumë të rëndë? Se në Mekë ka qenë i pari apo guvernatori apo përgjegjësi i Mekës ka qenë Abdullah ibn Zubairi radhiyallahu anhuma. E ka rrethu Mekën, edhe murret e Mekës, edhe një pjesë Qabes me katapult me gur e ka rrezu. Subhanallahu, çfarë zullumçar kon. Nashta s'keni dëgju për këtë histori. Me nxenik, domethënë me nxenik që gjun gur, Abdullah ibn Zubairi s'ka dash me adorzu Mekën. Abdullah ibn Zubairi kone ka pas teze Aisha radhiyallahu anha. Pejgamberi alayhissalam e ka pas edhe mësues edhe hoxh, po edhe burr tezës. Babe ka pas Zubair ibn al-Awam. Zubair ibn al-Awam djali halës pejgamberit alayhissalam. Zubair ibn al-Awam njëri për 10 njerëz që pejgamberi ka përgëzuar me xhennet për zgjalli. Abdullah është njëri për 4 Abdullahave që transmetojnë hadithe më shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka pas non kon Esmaja çika e Abu Bekrit radhiyallahu anhum. Çfarë familje? S'ka dosh me ndërzu Mekën. E ka rrethu Mekën me ushtri. I ka rënë murret e Mekës, e ka rrezu një pjesë Qabes. Ty gjujt me gur me i bë presion. E ka ardhur Zubair ibn Adi, një musliman, te Enesi pe sahabeve, thuhet që Enesi është sahabja Imram që ka vdek në gjeneratën e sahabeve. Nëse është Imrami pe Imramve, ka jetu gjatë. Ka ardhur ky muanku, ka thonë, po na bën zullum. O çupesh kë. I pari muslimanëve. A ka gjen dikush me gjujt Qabën? Edhe Qabën e ka gjujt. Ka vrarë njerëz, ka vrarë burra të mirë. Një për njerëzve të mëdhaj që e ka vrarë është Said ibn Jubairi. E ka vrarë Said ibn Jubairi. Pe i hoxhallarëve më të mëdhaj, pe i imamëve më të mëdhaj tabiinëve. Atëherë Enesi ka thonë isbiru. Ka thonë s'keni çka me bë, nuk bën me luftu, bëni sabër. E tash çani, fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqu rabbakum. Thotë se çdo kohë që ka më ardhur, çdo gjenerat që vjen, çdo zaman që vjen pas kësaj, vin njerëz të më të këqij. Ky keq, veç kanë më njerëz të më të këqij, edhe më të sherrit. Thotë kështu e kam dëgju pejgamberin alayhissalam duke na porosit. Isbiru, bëni sabër. Ky është hadithi 92 që ka sjell Imamu Nawawi rahimahullah në lidhje me kapitullin. Dhe ajo çfarë është më rëndësi është se ajo porosia e Enesit duroni, bëni sabër.
Shqoni vëllazër, Ibn Uthaymini rahimahullah, kur e ka përmend qëtë hadith dhe e ka analizu dhe e ka komentu, të që kjo fjala e pejgamberit që ka thonë Enesi, nuk do të vi një kohë vetë sa ajo që vjen pasaj, njerëzit do të jenë më të këqij, do të jetë kohë edhe më e keqe. Populli jonë ka thonë shumë bukur, çdo kohë mahore, çdo kohë mahore, çdo gjenerat o ma e lig. Ibn Uthaymini te fjala dhe porosia e Enesit kur thotë duroni, ani pse i bën zullum, këtu e përmend një element shumë i rëndësishëm që është aktual me kohën tonë. Ani pse Ibn Uthaymini, Allahu e din kur e ka komentu këto, po them, sigurisht janë 30 vite, e ma shumë. Tash për 30 vite, standardi jetës në ato shtetet zhvillume ka jetë shumë. Ka një send vëllazër që duhet kemi kujdes. Ne, po sidomos për fëmijët tonë, e nipat tonë, e gjeneratat e reja. Luksi, mirëqenia, komoditeti tepërt, njerëz i bën të lig. Mirëqenia dhe luksi i madh, standardi i lartë i jetës, njerëzit i bën ma lehtë të shfrenueshëm. Sa njerëz ju bashkë me mua njëni, kur ka jetu një jetë mesatare, o konë ma familjar, o konë ma i ndershëm, o konë ma i mirë. Si ka bo tripare e gjysë, me njëre i shkan mendja të bëj edhe i gru. Jo halal, se halal me bon regullo, pa i se bon halal. Nuk don halal. Të bëj edhe kështo, po shkojmë atje. Do me thonë, shfrenimi, kjo nuk i bjen na me tu të varfër, as njëre. Do me thonë, ti kuptojmë këto sende. Por në përgjithësi, komoditeti, mirëqenia, luksi, standardi i lartë i prish njerëzit më lehtë. Njerëzit të cilët jetojnë jetë më mesatare, njerëzit të cilët jetojnë jetë më modeste, janë më modest, janë më pak të prisht. Janë më pak të prisht. Sa i nuk shkon për çdo 3 javë në aeroplan, herë në Portugali, e herë atje, çka po diun, herë Palma de Mallorca, se si ka mundësit. Ai që ka mundësit, ai hala pa u kthy, pa e kryer një pushim, veç këshyr ku më shku mas 3 javë. A pe kuptoni? Do të thonë, kjo është shumë rëndësi. Prandaj ne si musliman, ajo që ka përmendëm më herët, dioptria e Kuranit. Dioptria e Kuranit neve na përcakton syzat, qysh me e pa pasunin, qysh me e pa luksin, qysh me e pa standardin, qysh me e pa mirëqenjen, edhe qysh me e vlerësu ato. Dioptria e Kuranit ta tregon sakt edhe drejt. Hadithi i parafundit është hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi alayhis salam, badiru bil a'mali sab'an. Nxitoni në punë të mira para se t'ju prekin njëra prej 7 gjërave. 7 gjëra çdo njeri e rrezikojnë ose njëna prej 7-ave. Janë 7 gjëra që çdo njeri e rrezikojnë. Njëra prej tyre apo më shumë se një, apo dikon edhe të 7-at. Hel të nëtëdhirune illa faqran munsia, thët pejgamberi sam, prijuni veprave të mira para se t'ju prek varfria dhe fukarallëki i rond që ju bën shumë gjëra me i haru. Allah në rujt. Fukarallëki vëllezër, ju e dini, pejgamberi alayhis salam kur ka fol për varfrin, pejgamberi alayhis salam na ka mësuar me bëu dua, Allahu më na mbrojt prej varfrisë. Pastaj pejgamberi alayhis salam ka thonë, varfria edhe kufri janë shumë afër janë. Allahu na rujt, njeri pe fukarallëkit bën qyfër, waliyadhu billah. Bën vepra të mira para se me të ndodh me të godit varfria, e pastaj harojnë shumë gjëra. Pastaj që ka thot pejgamberi sa, au ghinan mutghiya, ose bën vepra të mira para se pasuria, me thonë, çan pesh, i kalon kufit me pasuri. Subhanallah. Kërkoj falje.
Do të thonë pak keq kuptime. Ju këtu nuk keq kuptoni, por për shkak kamerës. Po them se mundet me përtill këto edhe shumë njerëz. Njeriu kur është i pasur dhe i ka thënë Allahu bereqet, nëse i ka mundësit, ai një prej kënaqësive të tij në jetën e kësaj bote e ka më shku me vizitu Bejtullahun, Qabën. Ka shumë besimtarë të pasur, nuk shkojnë me vizitu Qabën. Habi ju kjo, çudi. I angazhum, pun. Shku në Qabë, do të me kry farzin, do të me kry haxhin. Po planifikoj për vitin tjetër. Po ti mundesh me planifiku, po planet e Gjibrilit e planet e Melekul Mautit janë tjera, ti prishin planet e tua. Vjen me legjit ta merr shpirtin. Ti ki planifiku, po planet e Allahut janë mbi planet e tua. Deka, smundja, kjo, ajo. Bëni vepra të mira, shpejtoni para se t'ju vjen pasuria e cila ju çon pesh. Ghinan mutghiya. I thonë Allah e pasuritën i filloni mu qupesh, mu tranu. Pastaj maradon mufsida. Bëni punë të mira para se me ju prek smundja e cila ju shkatron. Allah na rujt. Allah na rujt. Dhe keni pa vllahun ton Lumrin. Subhanallah. E keni pa ai ka sfruar Allahut. Ty lyp riskun taksirat është rëzu kamet i pale vitë shëmë përthuajse. Me kolicën e ti vjen me falë namazin. është mirë, ju bashkë me musare shojmë ato, me kujtu, e me falendru Allahun që shti mund është me raru qua dhe sejtë dhe e vjen kom tua, e të fikonve tua kejta përtan. Aj, edhe Allah nuk po mundet me i ra sejtë. Po, ashtu në gjendin e ti, aj po bjen sejtë që shpo mundet. Badiru bil amal, shpejtonin punë të mira, para se me tarë smundja, një smundje që mo shkatran. Allah në rujt neve dhe gjithë dashëve tonë. E katërta, au haraman mufanneda, apo para se me të arë pleqnia që të banë matuf. Shpejtoni, prija pleqnis që të banë matuf nuk dim pe i vetës kur gjo. Apo para se me të prek vdekja e ti si e gati për vdekjen. Vdekja vjen në befasi. Vdekja vjen në befasi. E gjashta, au i dëgjall, thot, priu një veprave të mira, para se marrë dëgjalli. Allahu alem, na nuk jetojmë në të zëmën, në të epokë kur ka mu shfaq dëgjalli, po vjen ajo kua kur shfaqet. Au i saa, apo priu një këtyre 7 momenteve sprova e 7 para se marrë dita kiametit dhe dita e fundit. Dhe më thonë, hadithi i Ebu Hurerës është i qartë ku pejgamberi alayhis salam na inkurajon, na nxit, na thret për vepra të mira. Për vepra të mira duhet të nxitojmë dhe nuk duhet të presim. Dhe hadithi i fundit personte në këtë kapitull, dhe inshallah taala javën tjetër fillojmë në kapitull 3, është prap hadithi e Ebu Hurerës radhiyallahu anhu, një hadith i jashtëzakonshëm që ka ndodhur në ditën e Khajberit. Khajberi u kon një vend i banuar 100 mile larg prej Medinës, ka qenë vend banim i jahudive. Kanë pas shumë kështjella, e kanë pas tokën shumë të bereqetshme. Toka atyre, gjitha bereqetet i ka bo, e në veçanti plantazhet hurmave. Këta i kanë bo pejgamberit alayhis salam të lashe. Shumë herë i kanë thy edhe i kanë shkel ma veshet edhe i kanë tradhtu pejgamberit sa. Në ditën e Khajberit, kur pejgamberi e çliron Khajberin, atë ditë pejgamberi alayhis salam në mëngjes thot, do t'ja japi flamurin e shahadetit, bajrakun la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah, një buri i cili e dën fort Allah dhe pejgamberin, por edhe Allah dhe pejgamberi e dojnë atë burë. E ka bo ofertën këtë formë, pa ja përmend emrin ati buri. Thot Omeri radhiyallahu anhu, as një dit nuk kom pas dëshirë ma shumë se sa qatë dit,
me qenë une i pari, me qenë bajraktar. Ju dini, këtash bajraktarët nuk kanë shumë kuptim, po para luftës kanë pas kuptim se me të jep flamurin bajraktar, ki vit me mendu një 3 herë 4, mas 90-ës, se din qatë ka gjithë, ti e bajraktarit, kanë nëllë shkijet, kanë re, ty e kejtë dasmord. Thot Omeri, kur asë një ditë s'kom pas dëshirë me qenë bajraktar, qatë ditë kom pas dëshirë, edhe kom thonë, më konu në që ky burë, se pejgamberi tha, do t'ja japi bajrakun e islamit një burit, që aje donë Allah dhe pejgamberin, Allah dhe pejgamberi e dojnë atë burë. Por që ka përmend pejgamberi jam një kush është ajtë. Thot dhe duke prit kush është ai fatlum, fadaa Rasulullahi Ali, dhe në moment pejgamberi e ka thirr Alin radiallahu anhu. I ka thonë Alis, eja, ti e ai buri madh, ti e ai fatlum radiallahu anhu, që ti e donë Allah dhe pejgamberin, edhe Allah dhe pejgamberit dojnë ty. Edhe ja ka jep Hazreti Alis radiallahu anhu bajrakun e dinit islam, edhe i ka thonë, imshi wala teltefit hatta yaftah Allahu alejk. Merë bajrakin, ec për para, mos e kthe kyrt mrapa, derisa ta çliron Khajberin. I kishin nxirr të lashe pejgamberit shumë herë, kishin thënë marrveshje, e kishin tradhtu. Edhe Ali e mur bajrakin, vazhdoi për para. Nuk e kthei kryt, kur i boni me thonë 10 metra, 20 metra, tha ja Rasulullah. Nuk e kthei kryt. Vesh me zo, po i thot pejgamberit alayhisalam, tha ja Rasulullah, me zo të madh, këtë për ndigjojnë shokët. Tha, unë tha po nisda me i luftu ata. Tha po, në emër të shkafit me i luftu, ose deri sa me i luftu, deri kur me i luftu. A ka një moment kur une zguxoj me i luftu mo? Atëherë pejgamberi alayhisalam i tha, po tha, qatilhum. Tha luftoj deri sa ata nuk pranojnë me thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Tha nëse ata thojnë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, tha atëherë gjaku i tyre, pasuria e tyre, jeta e tyre garantohet. Deri sa nuk e pranojnë islamin, tha atëherë tha ti dosh me vazhdu luftën deri sa ta çliron atë vend. Edhe kështu ndodhi, hadithi është i vërtetë e transmeton Imam Muslimi, dhe kështu ka ndodhur derisa Hazreti Ali radiallahu anhu e ka çliru Khajberin, edhe pastaj ka ndodhur një marrëveshje mes pejgamberit alayhisalam dhe atyre. Pejgamberi ata të cilët nuk kanë qenë armiqësor i ka leju me jetu në Khajber, me punu, me mbill tokat, arat, fushat, plantazhet që i kanë pas, gjysën e bereqetit ja kanë jep pejgamberit alayhisalam, gjysën e kanë nalë për veti edhe për familjet e tyre, por prej momentit kur Ali radiallahu anhu e ka shtiru Khajberin, aty u kon bajraku la ilaha illallah. Kështu kanë vazhdu deri në kohën e Hazreti Omerit. Në kohën e Hazreti Omerit ka ndodhur një evakuim dhe Hazreti Omeri radiallahu anhu i ka evaku në tokën e Shamit, në Siri. I ka evaku ato familje qifute që ata me dëshirën e tyre kanë shpreh dëshirë për me ndodhaj evakuim prej Khajberit me shku atje në Damask. Këto janë hadithet të cilët Imamu Nawawi rahimahullah i ka përmend në këtë kapitull, që ka të bëjë, domethënë pejgamberi alayhisalam i ka thonë Alis do t'i japi bajrakun një njerit që ai e don Allahun dhe pejgamberin, Allah dhe pejgamberi e dojnë. E ka thirrja ka jap, ka thonë byrëm, ka thonë vazhdo edhe mos e kthe kryt para. S'ka fol dy herë Alia, ka falë bismillah. Mas dhe të hapave, ka thonë ja Rasulullah, se ka këthi kryt, se ka thonë pejgamberi mos e kthe kryt. Shqeqeni sa kanë qenë parimor, preciz, gatshëm, ka thonë pejgamberi, ka thonë pejgamberi. I ka thonë ja Rasulullah, i ka lyp do regula, dhe kur me luftu, kon mos me luftu, kon me amnestu e kështu më radhë. Por me shpejtu, ka thonë pejgamberi, vazhdo. Bismillahirrahmanirrahim. Kjo vllazën e kemi thonë në përmbyllje tani, e kemi thonë edhe javën që kaloi. E kundërta e nxitimit dhe shpejtimit për punë të mira është dembelia. Është afatizimi dhe shpresa, hajtë se e bëj nesër.
Më lejoni masi po afrohemi kanë mbet edhe pak muj kanë mbet, realisht kanë mbet me thon 3 muj e gjys deri në Ramazan, 100 dit kanë mbet. Për shembull, ti që nuk ke mësu hala me lexu fjalën e Allahut Kur'an, hala s'din me lexu Kur'anin. Çka kemi priti? Çka duhesh me priti? Bismillahirrahmanirrahim, nesër filla. Edhe bënu gati që kur vjen ky Ramazan, ti ki me lexu Kur'anin, fjalën e Allahut. Po kry puna mos, s'ka domthon me prit. Po mire, kom a din që sa kom dashën. Po ti që sa ki dash po si hinto. Unë du, a nëse do nesër filla. Bismillahirrahmanirrahim. Shpejtimin punë të mira. Po s'di unë tash s'ka, mos janis qyshe s'dia, mujes hiç, nisja nesër, bismillahirrahmanirrahim. 28 shkronja. Një shkron në ditë, 28 ditë. S'ki mujt më mësu për një ditë, që 2 ditë një shkrojnë. 56 ditë. S'ki mujt për 2 ditë, që 3 ditë. A pet kiko. Veç apo dënë. Edhe bismillah, bënë njetë. Dhe më thonë, kjo është ajo që ka pejgamberi a.s. në kanë nxit me shpejtu për punë të mira. Allahu na shtoft zellin, e dashurin, e dëshiren, e vullnetin, e gatishmërin, e vendoshmërin për punë të mira, për punë të hajrit, derisa të fitojmë razin e Allahut te barek ve taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu shpërbleft.